Chica. Hey miq, sot do t'ju tregoj shtëpinë time të re plot ngjyra. Wow! Woohoo! Çka po shihni në këtë anë të shtëpisë? Këtu poshtë pas ka barë me ngjyrë të gjelbër, janë një diell dhe disa re në qiell. Një vajzë me fustan të kuq e një djalë i veshur me rroba të kaltra. Duket se janë hidhëruar me njëri tjetrin. Jam hidhëruar sepse ai mi ka humbur pjesët e shtëpisë. Mos u mërzit, vajzë e bukur. Tani do t'i gjejmë bashkë. Këtu i kemi disa pjesë të cilat duhet t'i bashkojmë dhe t'i vendosim brenda në kuti. Kjo është një çantë shpine. Vetëm një çantë. Duhet ta bashkojmë me numrin 1. A e dini cili është? Ky është numri 1. Qenë ka me vija të kuqe dhe të portokallta. Këto këpucë të kuqe do t'i pëlqenin shumë vajzës. Sa këpucë janë? 1, 2. Janë 2 këpucë. E numri 2 është ky. Le t'i bëjmë bashkë. Këto majicat me vija të kaltra me siguri do t'i donë të djale. Qenë kanë 1, 2, 3. 3 majica. Apo e shihni numrin 3? Po pra, kjo është numri 3. Sa të bukura këto torta të vogla. Këto dyja pas kanë edhe qershimbi. I kemi 1, 2, 3, 4. 4 torta të vogla. Numri 4 po pret për t'u bashkuar me to. E në fund i kemi disa glob. Sa janë? 1, 2, 3, 4, 5. Janë 5 glob. Numri 5 plot lule e ka vendin këtu të globët. Të numërojmë bashkë. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gjëra. Wow! Dolën edhe 5 numra për shtëpinë tonë. Vajza e djalit do të gëzojnë shumë. Le t'i marrim e t'i vendosim në shtëpi. Numri 1 në mes. Numri 2 këtu të rrit. Numri 3 këtu djathtas. Numri 4 afër diellit. E numri 5 mes vajzës e djalit. Sa bukur! Të shohim tani çfarë ka në këtë anë të shtëpisë. Disa rrath me ngjyra. I gjelbër, i kaltër, i kuq dhe i verdh. E i vendosim këta topa aty? Topi i gjelbër, topi i kaltër, topi i kuq dhe topi i verdh. Po me këto vegla çfarë të bëjmë? Nëse i godasim topat me qekan, ndoshta do të hyjnë në shtëpi. A i provojmë? Topi i gjelbër hyri në shtëpi. Topi i kaltër iku, nuk deshi të hyj. Topi i kuq, brenda dhe në fund i verdhi. Edhe kjo shkoi te topi i kaltër. Oh wow! I humbëm topin e kaltër dhe topin e verdh, mirë po i fituam shenjën e plusit dhe shenjën e barazimit. Ku ti vendosim? Plusi e ka vendin këtu. Po barazimi? Ndoshta në anën tjetër. E gjetëm, këtu e pas ka vendin. Duket se djali u gëzua shumë. Por vajza është ende e mërzitur. Duhet i gjejmë edhe pjesë të tjera. Këtu pas ka shumë numra, por ne le të ngjyrosim vetëm numrat 0. Këtu i kemi ngjyrat. Po e marr ngjyrën e kuqe.
ngjyrosëm të gjithë. E këtu në mes është numri 0 me ngjyrë të kuqe që po na duhet. Tani numri 0 duhet të kërcej në përrunoza për të arritur në vendin e tij. Hop, 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 hop. Aty e ke vendin. Këtu kemi shumë shkopa me ngjyra. Le t'i ndojmë. Të portokalltit po i vendosim këtu. Shkopat e gjelbër këtu. Shkopat e kuq këtu. Dhe shkopat vjollc këtu. Le t'i numërojmë sa shkopa të portokalltit kemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jej, e fituam numrin 6. Po të gjelbër sa i kemi? Numëro me mua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 shkopa të gjelbër. Dhe janë numri 7. Tani ti numërojmë shkopat e kuq. A numërojmë bashk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Janë 8 shkopat të kuq. Dhe janë numri 8 për ne. Në fund, shkopat vjollc. Ti numërojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Janë 9 shkopa ngjyrë vjollc. Tani e kemi edhe numri 9. Ti vendosim në shtëpinë tonë. Numri 6. Numri 7. Numri 8. Dhe numri 9. Ta shohim edhe anën tjetër të shtëpisë. Në këtë anë, Hulmi e ka një ksilofon ngjyra. E kuqe, e portokallt, e verdh, e gjelbër, e kaltër e errët, vjollcë dhe rozë. A i themi numrat bashk? 1, 2, 3, 4, 5. Në anën tjetër 6, 7, 8, 9 dhe në mes 0. Faleminderit që ishit me mua. Mirupafshim herën tjetër.